Qytetarët shkodran kanë ngritur shqetësime në lidhje me cilësinë dhe sigurinë e produkteve ushqimore që tregtohen në tregje dhe supermarkete. Ata thonë se nuk ndihen të sigurt për produktet që blejnë, ndërsa thonë se kanë gjetur produkte ushqimore të skaduara në shitje. Mirë, në supermarket kisha më thonë se janë më të sigurta. Edhe në treg janë shumë të mira, pa dinë të shku me marr. Po, të i vu një për mini datat. Të nuk krema për shembull, të një gjalpa. Të shëdune një shtu dalin, dhe s'ka du me. Ka ba proof që i ka lanë nusja dhe ka dalë data aty të nuk krema, një për një, pa kena garanci kërkon. Siguri nuk ka të ushqimet faktikisht, po dalin e s'ka du me, tu folë edhe për pulat që kanë dalë me salmonell shumë, dhe me thanë, nuk i dijet kanë hyrë edhe në qarkullim faktikisht, por mundën edhe të kemi hangër, nuk ka siguri, pra si gja. Mon treg, se besojmë se janë fshatare e bjena më kuptën po të manë. Janë i qik bio. S'ka, absolutisht hiç. Nuk ka siguri, çfarë siguri ka për ushqimet. Ndrojnë etiketa, po ne përdor të ndrojnë etiketa aty në për magazina. Ka pas raste që kanë tajt kaq bile. Kanë dalë orizi me miza. Supermarkete mund të jenë më të kontrollume, po në treg është shumë e mërzitshme. Kështu që janë pa kontrollume. Nuk i konsumoj edhe se kena frikë kur lajmërojnë. Nuk e një ushqim të pastër. Pa desim për ushqimit, dhe ku me hanë, ku me ble. Kur e ke rrogën e vogël, ke pension 100.000, 120.000, tana janë të shtrenjta dhe janë të këqija. Kur ke lekun e blen të mira. Qytetarët shprehen se autoritetet përkatëse duhet të marrin masa të menjëhershme dhe të forcojnë kontrollet e sigurisë së ushqimeve që shiten në qytet. Patjetër duhet të kenë AKU-je të bëjnë kontrolle të herë të pashershme. Mos më na ndodh maja punë, ka ndodhur herë para i vitit gjys. Po duhet me pas shumë kontrolle. Kontrolle duhen shumë, se nuk e dim se ç'po ham. Kështu që duhet me pas kontroll shteti më shumë në për tregje dhe në supermarkete, me gjithë. Po, shumë gjana në supermarkete, edhe jo dhe i kena kthy në për shumë supermarkete. Pula, këto bylmetra. Përballë një situate të tillë, qytetarët thonë se shëndeti i tyre po rrezikohet çdo ditë më shumë, ndaj nevojitet një monitorim i vazhdueshëm nga autoritetet përkatëse për të parandaluar raste të tilla.